A duhet fëmia me autizëm të dëgjojë këngë? Kjo është një nga pikpyetjet dhe dilemat që kanë prindrit kur më shkruajnë mesazhe. Si psikologe pas 25 vite eksperiencë, por edhe si nën, dua të ndaj me ju qëndrimin dhe argumentin tim lidhur me këtë çështje. Sot ka teori që shprehen që këngët i bllokojnë fëmijët me autizëm, i çorientojnë, por në fakt kënga është ritëm, është intonacion, është strukturë gjuhësore, është baza e zhvillimit gjuhësor. Kultura jon i përdor këngët dhe i ka përdorur për të qetësuar fëmijën, për ta vënë në gjumë, për t'u ndjerë i dëshiruar. Edhe shkenca po provon që kënga aktivizon pjesë të trurit që janë të lidhura me gjuhën, me kujtesën, me ndjeshmërinë. Pra, problemi nuk është kënga si e tillë, por është përzgjedhja e këngëve që ne i lejojmë fëmijës. Ka këngë që vërtet janë të mbistimuluara, janë me imazhe të pakuptueshme, janë të padobishme. E rëndësishme është përzgjedhja e këngëve. Në shqip apo në anglisht qofshin, këngët duhet kenë një ritëm të ngadalë, të qetë dhe një gjuhë të pastër. Përdorni vokale të këngëve dhe melodi të këngëve që preferon fëmia gjatë aktiviteteve të jetës së tij të përditshme apo gjatë veprimeve që ai bën. Dëgjojini bashkë me fëmijët këngët e tij të preferuara, këndoni bashkë me të këngët që preferon. Pra, mos e ndaloni këngën, po ndërtoni mbi të gjuhën, komunikimin dhe lidhjen emocionale me fëmijën tuaj.